Investimet në Bashkinë Imar do të përfshin jo vetëm infrastrukturën rrugore, por dhe ujësjellsin, ndriçimin publik dhe një sër projektesh të tjera që synojnë përmirësimin e shërbimeve për banorët. Në një intervistë për Blu Televizion, kryetari i Bashkisë Imar Bangjel Tavo konfirmon se të ardhurat dhe taksat e mbledhura nga banorët e bashkisë janë parashikuar të rikthehen në investime të rëndësishme me fokus përmirësimin e drejtpërdrejtë të kushteve dhe shërbimeve për komunitetin. Infrastruktura rrugore mbetet një nga prioritetet kryesore me ndërhyrje të parashikuara në disa prej njësive administrative të Bashkisë Imar. Paralelisht, vëmendje e veçantë do të kushtohet dhe investimeve në sektorin e ujësjellsit, ku janë përfshirë ndër të tjera ujësjellsit e Qeparojit dhe Rrugovës. Një tjetër prioritet do të jetë ndriçimi publik. Sipas kryebashkiakut Tavo, investimet do të realizohen në të gjitha njësitë administrative të Imarës, përfshirë dhe zonat brenda fshatrave me qëllim përmirësimin e sigurisë dhe cilësisë së jetës për banorët. Tavo konfirmon se këto investime janë të parashikuara në projekt buxhet, ndërsa programi i ndërhyrjeve do të vijojë edhe në vitet e ardhshme duke synuar një zhvillim më të qëndrueshëm të territorit dhe përmirësimin e infrastrukturës në të gjithë Bashkinë Imar. Padyshim që të ardhurat që mblidhen nga banorët e Imarës, nga taksat, nga tarifat e ndryshme vendore, patjetër që të gjitha këto përkthehen në investime dhe i kthehen mbrapsht në investime dhe më të mira për banorët në radhë parë që janë permanent në Imar, por edhe patjetër për vizitorët dhe në shërbim gjithmonë të turizmit, të rritjes së fluksit të turistëve, por edhe të krijimit gjitha kushteve më të mira për banorët që janë, sikur se thash, gjatë gjithë vitit që jetojnë në Bashkinë e Imarës. Janë planifikuar një numër i konsiderueshëm investimesh, ku shumica e tyre patjetër janë në infrastrukturën rrugore, por jo vetëm aq, ne si vjet do të investojmë edhe në ujësjellësa të ndryshëm, ujësjellësin e Qiparos, ujësjellësin e gjithë njësisë Lukovës të 5 fshatrave me rrjedhje të lirë nga burimi i Tatzatit, me investimet bashkisë po e ritheksoj, janë investime në kanalizimin e ujrave të zeza, po dhe në impjantet të ujrave të zeza, siç është ai i Qeparojit, i Borshit, është kanalizimi i ujrave të zeza në Livadh që nuk ishte përfshirë në programin, pra në planin ose në projektin që tashmë ka përfunduar i kanalizimit të ujrave të zeza të Imarës dhe impjantit të Imarës, pra do ta plotësojmë, do ta përfundojmë ne. Pra kemi një sër investimesh edhe në infrastrukturë, edhe në ujësjellësa, në ndriçimin e të gjitha fshatrave, i cili nuk ka përfunduar padyshim, por që ka nisur dhe ka një përmirësim të ndjeshëm ndriçimi rrugor i gjithë Bashkisë së Imarës, i gjitha fshatrave të Bashkisë së Imarës. Ka investime nga më të ndryshmet që nëse do të filloj t'i numëroj një nga një, duke filluar nga investimet në Nivice, duke përfunduar në Hor Vranisht apo në Palas, do na duhet realisht shumë kohë. Mund të theksoj vetëm kaq që të gjitha kërkesat e komunitetit, 100% të kërkesave të komunitetit gjatë gjesave publike për buxhetin, janë përfshirë në buxhetin e vitit 2026 dhe padyshim duan kohën e vet që të realizohen. Bashkia e Imarës mbetet një nga bashkitë më të rëndësishme në vend sa i takon të ardhurave të gjeneruara, të cilat më pas përkthehen në investime konkrete për komunitetin. Pjesa më e madhe e ndërhyrjeve synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore, ujësjellësave, por dhe ndriçimit publik. Si dhe në projekt buxhet janë parashikuar edhe investime të tjera të rëndësishme për banorët dhe zhvillimin e zonës.